ndoshta mund të tingëlloj pak ironike, mirë po shumë student mësojnë më shumë nga platforma si YouTube ose nga kurse online, më shumë se sa nga ligjeratat. Jo sepse nuk duan, por sepse ndoshta aty marrin ato dijet të cilat janë ndoshta më të vlefshme për në praktik. Përshëndetje të dashur miq të Open Mic dhe mirë se po takohemi kështu përsëri në studion ton të bukur. Shpresoj shumë që t'jeni sa më mirë dhe uroj që t'jeni duke ja kaluar sa më barë. Do të flasim sot dashur miq përsëri dhe përsëri për të rinjt dhe për studentët, duke u përpjekur kështu sadopak që të ngrejmë zërin e tyre dhe nevojat e tyre në publikun e gjerë. Për të folur mbi këtë temë, unë kam të ftuar sot një person që do të thoja më së miri kalon nëpër këto ujëra nga dita në ditë, nga që ajo është një studente e suksesshme dhe e dalluar e shkencave juridike, e cila tashmë ka filluar edhe studimet e masterit në këtë fushë. Jam shumë e lumtur që e kam sot në studio Gjevrie Latifi. Gjevrie, mirë se na erdhe. Mirë se ju gjeta. Fillimisht faleminderit për ftesën. Është kënaqësi të jem pjesë e këtij podcasti. Gjevrie, e vlerësoj kohën tënde duke pasur parasysh se tashmë ka filluar edhe viti akademik, na kanë filluar obligimet, ligjëratat, e vlerësoj shumë që je sot këtu me ne. Pikërisht, faleminderit në fakt juve. Gjevrie, do doja ta filloj kështu paksa në përgjithësi. Mund na tregosh si në të vërtetë është sot të jesh student në Republikën e Maqedonisë së Veriut? Cilat janë, le të themi, ato sfidat më të përgjithshme dhe më të mëdha që studentët kalojnë nëpër fakultetet tona në vend që i kemi këtu rreth e përqark? Atëherë, të jesh student në Maqedoninë e Veriut, do të kisha thënë që është një përzierje interesante, ndoshta mes durimit, entuziazmit, improvizimit të përditshëm. Pse? Sepse ne çdo ditë e fillojmë me shpresën që universiteti do të na përgatit profesionalisht. Mirë, po ndoshta në të shumtën e rasteve ne harrojmë që përgatitja më e madhe në fakt varet nga vetë ne. Shembull nga ajo se sa ne lexojmë jashta literaturës, ose sa ne kërkojmë praktika, ose në fakt edhe ndoshta edhe se sa shpirt luftarak jemi të bëjmë edhe ato gjëra që ndoshta na duken sikur nuk funksionojnë, t'i bëjmë të funksionojnë. Të jesh student në Maqedoninë e Veriut, do të kisha thënë, pa marrë parasysh për cilat universitete bëhet fjalë, për cilin do universitet, do të kisha thënë që rruga nuk është e sheshtë asnjëherë. Më thënë, kemi të bëjmë me një maraton të gjatë, ku ka vrima, ka gropa, mirë po, do të kisha thënë që më e rëndësishmja është që tek të gjithë studentët të jetë i ngulitur dhe të mbizotroj ai optimizmi për t'i filluar një herë studimet, për t'i vazhduar dhe për t'i kryer të njëjtat me sukses. Sa i përket sfidave, unë personalisht do t'i kisha ndarë fillimisht dy nga sfidat kryesore që mendoj se përballen studentët. E para është ajo lidhja mes arsimit dhe tregut të punës. Ne do me thënë studiojmë me pasion, mirë po shpesh herë edhe pyesim veten se a do t'na duhet e gjithë kjo dije pastaj nesër në praktik. Dhe unë mendoj që përgjigjja nuk është gjithmonë po, fatkeqësisht. Së dyti, do të kisha cekur sfidën ekonomike. Shoh që personalisht do me thënë një student të cilët njëkohësisht dhe paralelisht me studimet janë edhe në marrëdhënie pune. Dhe unë mendoj që kjo është një sfidë në vete, sepse pjesën më të madhe të kohës ai student do t'ja merr marrëdhënia e punës, do me thënë puna. Dhe ndoshta nuk do të mund të arrijë ai student rezultatet të cilat ja ka venduar vetës. E kuptoj. Shumë student Gjevrie dëgjoj teksa ankohen për kushtet ose për mungesën e kushteve, do të thoja, në universitete. Duke filluar që nga infrastruktura e dobët ose jo e mirë, do të thoja, deri mbase tek mungesa një literature të mirë ose një literature bashkohore, do të thoja. A i sheh ti këto problematika, a i ke hasur këto problematika, ose a i sheh si probleme të sistemit ose probleme sistematike në vend? Atëherë, të flasësh sot për universitete, të flasësh për karrige të vjetra nëpër universitete ose për një projektor që nuk punon në një universitet, mendoj që është e çuditshme, sepse duke pasur parasysh se sa teknologjia ka avancuar në ditën e sotme,
Dhe nuk mendoj që kjo është një mungesë idesh. Mendoj që është një mospërkrahje nga ana e sistemit, sepse fundja kushtet ndoshta nuk janë përpara aspektit të literaturës, sepse një profesor i mirë mund të bëjë edhe mrekulli, edhe me pak kushte, ndërsa të kemi një sistem i cili nuk investon në literaturë të përditësuar, nuk investon në digitalizim, nuk investon në trajnime të pedagogëve, mendoj që përparimi vjen shumë më ngadalë. A mendon se arsimi i lartë ofron, le të themi, një lidhje të mirëfillt të shëndetshme me tregun e punës? Apo ende kemi raste ku shumë student mbas se studiojnë ose janë nëpër fusha që jo shumë kërkohen në vendin tonë? Kjo lidhja mes arsimit të lartë, studimeve dhe tregut të punës mendoj që është ende e brisht. Sepse ne po studiojmë në rregull, po kryejmë studimet me përkushtim, me rezultate të larta, mirë po kur po dalim në terren, pastaj po shohim që nuk ka hapësira të mjaftueshme për punë, ose nuk vlerësohet aq sa duhet të vlerësohet. Personalisht një person që ka kryer studimet, është student i diplomuar dhe në fakt është i detyruar të punojë në një fushë e cila është krejtësisht e ndryshme nga ajo të cilën ai vetë ka studiuar, vetëm për të siguruar një të ardhur. Mendoj që sistemi jon ndoshta ofron shumë teori dhe pastaj kjo nuk është ajo e cila kërkohet në praktikë. Ndoshta mund të tingëlloj pak ironike, mirë po shumë student mësojnë më shumë nga platforma si YouTube ose nga kurse online, më shumë se sa nga ligjeratat. Jo sepse nuk duan, por sepse ndoshta aty marrin ato dijet të cilat janë ndoshta më të vlefshme për në praktikë. E kuptoj. Do të themi tek pjesa e praktikës, domethënë tek kjo fazë do të thoja, mund na tregosh se pse domethënë praktikat profesionale do të thoja mungojnë tek ne? Pse institucionet ose universitetet nuk arrijnë të krijojnë një urë lidhse ose të mirëfillt mes teorisë dhe praktikës? Atëherë, këtu mendoj që janë disa gjëra. Praktikat profesionale jo që mungojnë, mirë po praktikat, dëgjojmë shumë student që praktikat janë bërë shumë formale. Dëgjojmë student i cili thotë se kam bërë praktik 1 muaj dhe askush nuk më ka treguar asgjë. Këtu mendoj është fillimisht faji tek institucionet, të cilët i konsiderojnë ndoshta studentët praktikant më shumë si një shërbyes në zyrë për të kryer punët të cilat mbeten anash, dhe në anën tjetër është edhe ajo pjesa që shumë student nuk e vijojnë as pak praktikën dhe dëshirojnë që të marrin vetëm një dokument ose vetëm një firmë ose një vulë, po. Por në anën tjetër nuk duhet lënë anash edhe universitetet, sepse po të kenë universitetet marrëveshje të qëndrueshme për shembull me institucione, me kompani të ndryshme, ku shumica e studentëve shembull të kenë nga një mentor i cili do t'i përfshinë në procesin e punës, shembull në atë institucion ose në atë kompani, mendoj që ndryshimi do t'ishte shumë i madh, sepse në fakt praktika duhet të jetë një mini eksperiencë pune, dhe po të jetë e mirëfillt, po të jetë një praktikë me plot kuptimin e fjalës, mendoj që mund të bëjë shumë ndryshime të mëdha në karrierën e një studenti, në karrierën e një të riu. Mirë po është e rëndësishme që studenti të ndjehet se është pjesë e diçkaje dhe jo të ndjehet vetëm sikur spektator. Domethënë kjo mendoj, janë fillimisht është problemi tek vetë studentët, pastaj tek institucionet dhe tek universitetet. A mendon Xhevrie që për shembull përderisa një student, le të themi, ka përfunduar ciklin e studimeve të tij dhe asnjëherë nuk ka pasur mundësi të bëjë një punë praktike, le të themi një punë praktike profesionale, kur të vi procesi i punësimit, a mund të themi që do të ketë vështirësi ose mund ndikojë në atë aspekt përderisa e ka gjithë, le të themi, pjesën e studimeve të tij teori dhe nuk ka një punë praktike që shkruaj në CV-n e tij mbase? Pikërisht kjo mendoj që është një çështje problematike, domethënë gjithë faktorët të cilët i përmendëm, të cilët e përbëjnë një fat problematike tek çështja e praktikës, sepse pastaj
kur përfundon me studimet dhe dëshiron të hysh në një marrëdhënie e pune, kërkohet e njëjta. Mirë po se sa ofrohet dhe se sa është një përvojë reale në qoftë se ti e ndjek të njëjtën, kjo mbetet për të dëshiruar. Dhe më në fund le të themi kur studentët kanë përfunduar studimet dhe tashmë ka ardhur koha që të kërkojnë një vend pune. Shpesh herë dëgjojmë mbase edhe shohim, do të thoja që shpesh këto proceset e pranimeve nëpër puna janë të ngulfatur, do të thoja nga nepotizmi, nga partizizmi i lartë dhe jo nga meritokracia në të vërtetë. Si ndikon kjo tek motivimi i të rinjve për të qëndruar në vend, për të punuar në këtë vend kur përballen me këto faktorë nga dita në ditë? Fatkeqësisht kjo është ndoshta pyetje shumë e rëndë, mirë po që përkon me realitetin tonë. Është shumë e dhimbshme të shohësh, po nisem nga vetja, student të përkushtuar, student të cilët kryejnë studimet e tyre me një sukses të lartë dhe të shohësh që para teje po kalon dikush i cili ka lidhje. Kjo ajo ndjenja e padrejtësisë është një ndër faktorët kryesor, mendoj unë, që të rinjt sot po e lëshojnë vendin, që të rinjt sot po largohen nga vendi, sepse në momenti që ti e sheh se suksesi yt nuk po varet më nga studimet e tua, nga përkushtimi yt, nga aktivitetet e tua, por nga mbiemri që ke, natyrisht që motivimi bie. Mirë po, hasim pra çdo herë në këtë ta shtuqohet rinmur nepotizëm. Por do të thoja që fundja nepotizmi mund të të mbyll një derë, mirë po nuk mund të të ndaloj që të ndërtosh vetë një tjetër. Ajo që thash edhe më herët, duhet të përpiqemi që të qëndrojmë në këtë vend dhe të mundohemi të jemi pjesë e ndryshimit, duke filluar nga brenda. E kuptoj. Të kthehemi pak përsëri tek universitetet gjevrie. Sa mendon që universitetet tona rreth e përqark vendit përdorin mekanizma ose disa praktika, disa procese, nuk e di, një plan do të thoja, që të merren me raportin e studentit dhe shëndetit mendor të studentëve, duke ditur që është një luftë mbase në thotë do të thoja që shumë student kalojnë nga dita në ditë, nga që duhet ta pranojmë që pa diskutim studimet kanë atë presionin, domethënë tek studentët, presionin social dhe akademik. A mundohen të bëjnë diçka universitetet tona në këtë aspekt? Çështja e shëndetit mendor, një ndër çështjet mendoj më të rëndësishme në jetën e një studenti, ashtu si edhe në jetën e personit në përgjithësi, në aspektin jetësor. Kjo është një temë që unë mendoj se nuk diskutohet mjaftueshëm ose nuk diskutohet fare. Ti studion 4 vite, 5 vite, 6 vite me provimet e një pas njëshme, me stres të vazhdueshëm dhe kjo mendoj që është raskapitje për mendjen e një studenti. Mendoj që në universitete nuk ka mekanizma të tilla, sepse në universitet askush nuk të pyet për shëndetin tënd mendor, por vetëm se a e ke dorëzuar seminarin në kohë. Dhe unë mendoj që duhet bërë diçka në këtë drejtim. Për shembull, nëpër universitete të ketë këshilltar, ndoshta psikologjik, të ketë hapësira ku studenti mund të shprehet lirshëm pa ndjer atë ndjesinë e paragjykimit. Këtu ndoshta është edhe faji pak tek studentët, sepse ne edhe në jetën e përditshme nuk është se i drejtohemi një psikologu për të kërkuar ndoshta ndihmë për të kujdesur për shëndetin ton mendor. Duhet të lirohemi edhe nga këto stereotipet shoqërore të cilat janë krijuar dhe pastaj edhe universitetet të marrin hap në këtë drejtim, sepse është më sa e nevojshme. Se fundja një mendje e raskapitur nuk mund të jetë asnjëherë një mendje e suksesshme. Nuk mund të jetë e suksesshme, e vërtetë. Gjevrie, mund të tregosh, a ekziston një hendek ose ndonjë hendek mes të rinjve që le të themi jetojnë në pjesë të qytetit dhe atyre që jetojnë në pjesa më rurale, do të thoja në aspektin e asaj se si e kapin ose si afrohen te arsimi ose tek proceset tjera të zhvillimit? Atë kjo pyetje sigur është fikse për mua, sepse unë vetë vi nga një rreth rural, domethënë vi nga fshati, edhe mendoj që domethënë kam të paramendosh që nga shkollimi i mesëm, pastaj edhe në studimet universitare, më është dashur që
që të udhtoj çdo ditë edhe atë një rrugë e cila është relativisht e gjatë. Andaj mendoj që po, ekziston absolutisht një hendek shumë i madh midis studentëve të cilët jetojnë nëpër qytete të mëdha dhe atyre në qytete më të vogla ose në vende rurale. Mendoj që ne nga rrethinat rurale ndoshta jemi pak më të përullur, pak më të përkushtuar, sepse duam që gjitha i mundi në fund t'ia vlej. Ndërsa në anën tjetër studentët të cilët janë në qytete më të mëdha dhe kanë një afërsi gjeografike me universitetin, kanë qasje më të lehtë në burime, tek ata sikur mungon pak ajo ndjesia e sakrificës. Kemi më të lazruar. Një fjalë. Mirë po fundja universiteti është vendi ku këta dy bota takohen dhe gjithë ajo eksperienca studentore bëhet edhe më e pasur. Gjevrie, shpesh i dëgjoj të rinë, duke u nisur që nga vetja e nga shoqëria, jemi moshatar gjithë në atë aspekt, duke dëgjuar fjalë të ndryshme demotivuese, shpeshherë jo edhe pa shkas, duke thënë se ky vend nuk bëhet, ky sistem nuk bëhet, këtu nuk jetohet, ja, po përpiqem, po çdo kund, çdo gjë negative po më kthehet ashtu bumerang do të thoja. Si mendon që mundemi të kthejmë këtë motivim tek të rinjt, po mbase të kthejmë edhe këtë besim tek institucionet, tek moshat e reja? Atëherë, për këtë do thoja që nuk ekziston vetëm një faktor, mirë, po faktorin kryesor unë do ta kisha gjetur veten, sepse nuk mund të jetojmë me këtë lloj demotivimi në asnjë mënyrë, sepse në qoftë se do të bazohemi nga këto momente, ne do të mbetemi aty ku jemi edhe për shumë vite. Mendoj që fillimisht ndryshimi duhet të nisë nga vetvetja, atë që thash më herët, optimizmi duhet të jetë gjithmonë i ngulitur, sidomos tek një iri nuk guxon në asnjë moment të mbulojë ai demotivimi. Mirë po pasaj natyrisht që është edhe pjesa e institucioneve që me të vërtetë kërkon ndryshim. Të kthehemi pak tek jo bota e teknologjisë, të kthehemi tek media, tek rrjetet sociale. Si mendon që është ndikimi i rrjeteve dhe mediave sociale Gjevrie tek të rinjt? Shpeshherë mediat ose rrjetet sociale a kanë më shumë, a ndikojnë pozitivisht do të thoja, apo mbase negativisht tek mënyra se si studentët fillimisht e shohin mbase veten e tyre ose mbase edhe të ardhmen e tyre në këtë vend ose përtej? Rrjete sociale. Mik dhe armik në të njëjtën kohë do t'i quaja. Përse? Sepse nëpërmjet rrjeteve sociale ne mund edhe të fitojmë ndoshta ndonjë aspekt pozitiv, të motivohemi për diçka, të inspirohemi, të frymëzohemi për gjëra të ndryshme ose të njoftohemi me gjëra të cilat ndoshta nuk e kemi ditur se ekzistojnë. Mirë po në anën tjetër nuk duhet as pak anashkaluar edhe fakti që rrjetet sociale po krijojnë ndoshta iluzione të reme për suksesin. Shembull, je në TikTok dhe të del aty dikush që thot ja se si të fitosh 10.000 euro për një muaj dhe ti në anën tjetër je një student që po qëndron në konvent, po jeton në një banesë me qira edhe ke 3 provime në një javë dhe po pyet veten se a kam bukë në frigorifer. Mendoj që janë shumë të dëmshme në qoftë se përdoren në këtë aspekt krahasimi. Por se në anën tjetër atë që thash, janë edhe pozitive në qoftë se i shfrytëzojmë për të krijuar rrjete profesionale dhe për tu njoftuar me të panjohurën ndoshta. Mendoj që çelësi është balanci. Dhe çështja është se a i kontrollon ti apo po të kontrollojnë ata ty. Po. Ndërsa jemi tek studentët, cilat mund të themi që janë ato sfidat ekonomike që më së shumti hasin studentët gjatë studimeve? Nuk e di, a është jetesa, a është transporti, a është mungesa e bursave, ose edhe nëse ekzistojnë ato mbase nuk janë aq të mjaftueshme për studentët, që mbase në një mënyrë apo në një tjetër ndikojnë në atë cilësinë e studimeve, do të thoja. Si që thash edhe më herët, padyshim që sfida ekonomike është një ndër sfidat e para.
Dhe sfidat kryesore me të cilat përballen studentët, domethënë është ajo sfida e përbashkët për të gjithë studentët. Kjo duke filluar nga transporti, ushqimi, vendbanimi, por edhe librat, të cilat në të shumtën e rasteve din të jenë edhe shumë të shtrenjta. Pra, siç e thash, ka shumë studentë të cilët njëkohësisht me studime janë edhe të punësuar. E gjithë kjo për të mbuluar pikërisht këta shpenzime. Mirë po në anën tjetër, kjo sa është për t'u admiruar tek një student është edhe e lodhshme. Është sikur një litar që nëse nuk e mban atë balancin rrëzohesh. Shembull studenti i cili është në një marrëdhënie pune do të vjen në ligjërata, mirë po nuk do të ketë atë fokusin i cili është i nevojshëm. Mendja e tij më shumë do të jetë tek kafja se sa tek ora mësimore. Patjetër. Duhet të ketë, mendoj në këtë drejtim, më shumë bursa, duhet të ketë më shumë përkrahje financiare, e cila nuk kushtëzohet vetëm tek nota, sepse e shoh që natyrisht që ka universitete ku ofrohen bursa, ofrohet përkrahje financiare në mënyra të ndryshme. Mirë po, shumica prej tyre janë të kufizuara tek nota, shembull të kesh këtë notë mesatare për të fituar bursën ose të kesh Vetëm këtë notë nëse je mesatare student për shumë i mirë, për po. ta mbajtur të njëjtën. Mendoj që duhet Të ketë ndihmë për në këtë faze të drejtim. ndryshme. Gjevrie, shpeshherë dëgjojmë institucionet teksa flasin nga mëngjesi deri në darkë duke thënë mbështetja e të rinjve, po mbështesim të rinjt, për mbështetjen e të rinjve, por sa në të vërtet të rinjt në vetvete e ndjejnë veten të përfaqësuar, të dëgjuar ose në të vërtet të mbështetur nga këto institucione ose nga politika në përgjithësi në vendin tonë, nga shteti në përgjithësi, të thoja. Si fillim, përqëse kjo e gjitha e cila flitet do të ishte edhe një realitet, nuk do të kishim kaq shumë rini e cila po largohet, nuk do të kishim kaq shumë rini e cila po e lëshon vendin në fakt. Është e vërtet që një subjekt më i lartë se ne është më së i nevojshëm për të rinjt, mirë po se sa dëgjohet zëri i të rinjve, kjo mbetet pikë pyetje. E kuptoj. Shpeshherë Gjevrie në vendin tonë, po edhe në rajon, pasi do të thoja, duke mos dashur të thellohem në atë aspekt, shpeshherë promovohen shembuj negativ, do të thoja, në vend të përpjekjeve reale të vërteta ose të sukseseve të cilat janë të merituara ose që mbase kur të shihen nga një palë tjetër, nga publiku ose nga të rinjt, mund edhe ata të motivohen. Çfarë mund të bëhet në këtë aspekt që të promovohen sa më shumë, do të thoja, do me thënë, suksese në të vërtet që janë reale? Unë mendoj që të rinjt janë më se të vetëdijshëm se çfarë duan të ndjekin dhe çfarë në fakt duhet ndjekur. Është zgjidhja e tyre në qoftë se ata do të zgjedhin shembullin më të mirë për ta ose jo. Mendoj që kjo fillon nga brendësia e çdo të riu dhe nga qëllimet dhe vizionet të cilat ai i ka për jetë, sepse mendoj që çdo i ri është i aftë të ketë një vizion dhe të ndjekë rrugën më të mirë për të arritur qëllimet e tij në jetë dhe jo ato të cilat nuk janë adekuate për të. E kuptoj. Gjevrie, për fund do doja të na tregosh kështu çfarë mendon që është një diçka do të thoja urgjente ose diçka që në të vërtet duhet të ndryshohet sa më shpejt në sistemin arsimor tonin ose mbas në të gjithë politikat rinore që prekin nga afër të rinj dhe problematikat rinore. Në qoftë se do të duhej ta përmbyllja me një fjali, do të thoja që na duhet një sistem ndoshta edhe arsimor i cili e dëgjon studentin më shumë se sa i flet studentit. Kjo do të ishte, domethënë dua që meritokracia të mos jetë vetëm një slogan, por të jetë një realitet në vendin tonë. Dua që profesioni të mos jetë një privilegj, mirë po të jetë një mundësi për gjithë secilin, sepse fundja të rinjt nuk duan të largohen, por në momentin që ata qëndrojnë këtu, secili prej nesh kërkon arsye për të besuar se mund të ndërtojmë diçka edhe këtu.
Faleminderit shumë Gjevrie që ishe sot me ne. Këtë përfundim do ta marrim pas edhe si një thirrje për gjithë faktorët ose për gjithë subjektet që ndikojnë në politikbërjen rinore. Faleminderit shumë nga ana jote. Faleminderit juve, kënaqësia ishte ime. Kënaqësia gjithashtu e jona. Dashur miq, kështu erdhëm edhe në përfundim të kësaj bisede kaq të këndshme dhe kaq të vyeshme do të thoja unë. Unë shpresoj që ju të keni ngelur të kënaqur. Ne patjetër do të shihemi të njëjtën e ardhshme në ora 20. Deri atëherë mirëmbëjtje.